Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër kanë përkujtuar ish-kampionin e madh të ciklizmit shkodran dhe atij shqiptar ndar nga jeta 13 vite më parë, duke organizuar kupën tradicionale me emrin e tij. Po japim këtë intervistë sot kur Shkodra është edhe qyteti i sportit. Është një organizim i madh ndërmjet Federatës Ciklizmit dhe Bashkisë së Shkodrës, siç është edhe muzeu që ka ardhur për 100 vjetorin që kemi gati 10 ditë që kemi prur këtu. Ne jemi federata me vjetër në botë, të tretët, mbas Francës dhe Italisë. Aq më tepër që kryeministri shqiptar ka bërë diçka shumë të madhe dhe shumë heroike që do vi Xhiro Italisë në datën 7 maj dhe do të zhvilloj aktivitetin 3 etapa. Po kjo nuk është se vjen në Shqipëri. Këtë do ta shikoj gjithë bota. Do shikoj mrekullitë e këtij vendi, do shikoj lumenj, malet, fushat, biznesin e vet që do të arrijnë ato 3-4 ditë, do të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm. Mund shikohet gati nga 200-300 televizione në ditë, gati nga 10 milion vjet. Kështu që i jep Shqipërisë një prioritet shumë të madh edhe në adresën e Federatës Ciklizmit dhe në gjithë sportet e tjera. Sot janë zgjedhur gati 10 ekipe, por kanë qenë ciklistat më të përgatitur për arsye se përgatitemi dhe për Xhiron e Shqipërisë që në datën 26 maj ne do jemi këtu me 20 ekipe të huaja, gati 150 ciklista, 300 veta. Dhe mendojmë që me përgatitjen që kemi dhe me këta djemë që kemi në Itali, mendojmë që ta fitojmë. Etapa e parë, Tiranë-Shkodër është shoqëruar me një luftë të fortë sportive, ku tonin kësaj etape ja kanë dhënë ciklistët e Vllaznisë, por që në finishin e lagjës Parruc i pari kanë mbritur Olsi Velia i Tiranës. Emocionet janë shumë mëdha, sepse kjo është nder një sportistit të Shkodrës, Agim Tafili, që ka dhënë shumë për sportin e ciklizmit dhe është nder që ta fitoj. Dhe unë kam shumë vite që garoj dhe kam 4 tituj të Agim Tafilit dhe është nder ta kem përsëri një tjetër. Pas përfundimit të garës, në mjedisit e Bashkisë Shkodër është organizuar ceremonia ndarjes së diplomave për fituesit e etapës së parë, ndërkohë që Federata Shqiptare e Ciklizmit në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër kanë hapur ekspozitën 100 vjet ciklizëm në Shqipëri. Aktivitet ky që u shoqërua dhe me ndarjen e disa çmimeve, mirënjohje, ku krahas emrave të ciklizmit shkodran, Fadil dhe Fuat Muriçi, Agim dhe Sytki Tafili, Brahim Syka, u nderuan edhe gazetarët sportiv shkodran, Gaspar Marku dhe Gjergj Kola.